Ndërsa besimtarët ortodoks festojnë sot Pashkën, në Kishën Ortodokse u zhvilluan vizitat tradicionale. Pjesë e vizitave u bën edhe përfaqësues të politikës dhe të institucioneve vendore në Shkodër. Gëzuar Pashkët ortodokse gjithë besimtarëve. Kjo është një festë që mbart një mesazh të rëndësishëm besimi, shprese dhe ripërtëritje. Është kënaqësi e madhe për mua me uru këtë festë nga Shkodra jon, qyteti që mbart vlera tradite dhe bashkëjetese, dhe në këtë ditë le ta shfrytëzojmë këtë mesazh të kësaj feste për të qenë më të bashkuar në komunitetin tonë. Në këtë ditë të shenjtë, këtë ditë të madhe për besimtarët e Krishterë Ortodoks, dëshirojmë që në emrin tonë, po edhe të Partisë Demokratike, të përcjellim urimet më të mira të gjithë besimtarëve ortodoks të Shkodrës, të Shqipërisë dhe mbar botës. Qoftë kjo ditë e shenjtë një augur i mirë për paqe, begati, prosperitet dhe shëndet për çdo besimtar. Ju uroj gjithë besimtarëve ortodoks, kudo që ndodhen, gëzuar festën e Pashkëve, marrësi, lumturi e begati, paqe në familjet e tyre. Në emër të Bashkisë Shkodër, ju uroj të gjithë besimtarë ortodoks gëzuar festat. Qoftë kjo një ditë sa më e bukur, e begatë dhe e paqe. Gëzuar. Uroj të gjithë besimtarët ortodoks gëzuar dhe përshëndet festën e Pashkëve. Qoftë kjo ditë një ditë e madhe, një ditë paqe, një ditë urimi për të gjithë besimtarët dhe gjithë shqiptarët kudo që janë. Ndërsa pjesë e vizitave u bën edhe drejtuesit e klubit futbollit Vllaznia. Ishte kënaqësi e veçantë sot për të vizituar me rastin e Pashkëve ortodokse, popin dhe jo urume me gjithë zemër gëzuar këtë festë. Edhe popi faktikisht në uroj me gjithë zemër për titullin kampion. Kështu që shpresojmë që t'ja arrijmë gjithë bashkë titullin kampion edhe ju uroj gëzuar gjithë besimtarëve ortodoks ditën e Pashkëve. Kjo ditë e shenjtë, e cila shënon në ringjalljen e Jezu Krishtit, simbolizon për besimtarët ortodoks triumfin e jetës mbi vdekjen.